Në disa lagje të qytetit të Beratit ka rezultuar se uji i pishëm është i ndotur. Ky problem është bërë publik nga nëndrejtoresha e shëndetit publik, Juvina Qevani, e cila ka pohuar se shkak për të situatë është bërë amortizimi i rrjetit të ujit të pishëm. Kjo drejtori ka nisur kontrollet investive në gjithë qytetin e Beratit pas problemit të ngritur nga prefekti i Qarkut, Bujar Hoxha, i cili kërkoi marrjen e masave në mënyrë imediate. Një tjetër problem i ngritur nga Qevani është tregtimi i ujit me anë të botëve, i cili është i pakontrolluar, ndërsa për klorifikim as mund të flitet. Në qytetin e Beratit është problem gjysma e lagjes Kala, duke filluar prej urës së vjetër të Goricës deri në urën e Varur. Në këto zona rrjeti është tepër i amortizuar dhe për këtë problem kemi nxjerrë her pas here njoftime të vazhdueshme në media të mos konsumuar ujin për të pirë, po vetëm për përdorime të tjera. Këtu ka probleme në klorinimin e ujit të pishëm pasi neglizhohet për të bërë dezinfektimin nga ndërmarrja e ujësjellësit. Dhe nga ne është marrë masa me gjop ndaj ndërmarrjes së ujësjellësit 200.000 lekë të reja. Qevani ka theksuar se Drejtoria e Shëndetit Publik ka vendosur masa administrative ndaj ndërmarrjes së ujësjellësit, si dhe ka shtuar masat për mbajtjen e situatës në kontroll, pasi temperaturat e larta mund të favorizojnë përhapjen e ndonjë epidemie si pasojë e ujit të pishëm të bakterizuar.